Kur Zoti thot bëhu, gjithçka ndryshon. Ai që pamundshmen e bën të mundshme. Vetëm një fjalë prej Zotit bëhu, kaq mjafton. Mos dyshon në atë që me një urdhër e ndal stuhin. Mrekullit janë afër. Midis teje dhe tyre qëndron veç dëshira e Zotit. Pra Allahu është ai që bën çka të doj. Fa'alu lima yurid. Kështu ka thonë vetë Zoti për veten e tij. Çdo gjë që Allahu dëshiron, ndodh. Asnjë s'mundet mi ja ndal urdhnin Zotit, as me ja ndryshu vendimin. Pik. Sa madhështor është ky iman, besim, la ilaha illallah në zemrat tona, që të ban kokën me çu nalt me shumë krenari. Zoti yt është i plot fuqishëm. Ban çdo gjë që don, e askush s'mundet me ja ndal dorën. Për besimtarin, mrekullit nuk janë larg. Mrekullia qëndron veç në dëshirën e Allahut e ti lutesh Allahut. Prandaj, ai që troket nderën e Zotit me dua, me përullsi, me lot, e prej lutjes ti kalon në adhurimin e pritjes, e pritja vjen me shpëtim. Në zemrën tënde s'ka vend për të shprim. Jo. Se Zoti yt është i plot fuqishëm. Me një fjalë bëhu, ajo ndodh. Të nderuar, të nderuara. Shërimi i një të smuri, lehtësimin e një pikëllimi, largimin e një borxhi, largimin e një problemi e tjere, çlirimi i një njeriu nga sprova, janë prej gjanave më të lehta për fuqinë e Allahut. Janë thërmibre për madhërinë e mbretërinë e plot fuqishëm të Allahut gjithësisë, me e largu e me zhduk një sens si me hek me dorë. Kur meditojmë, Zotin në librin e tij ka përmend gjana shumë më të mëdha, shumë më të çuditshme për mendjen e njeriut, që për Allahun janë të lehta, e shumë të lehta. Kujto, kur Zekeria a.s. u habet e tha, si mund unë me pas djalë, kur jam plak e gruaja ime nuk ban fëmijë sterile. Zoti tha. Kështu ka thonë Zoti. Hua aleje hejin, kjo është e lehtë për mu. E njëjta, fjali u tha dhe Merjemes, nanës së Isas, a.s. kur ajo u çudit, se si mund kem fëmijë pa burr. Zoti tha, kështu ka thonë Zoti yt, Merjeme, kjo është e lehtë për mua. Pra, ajo që për ne na duket e pamundshme, në tokën e mrekullive të Zotit është veç një urdhër thjesht. Kun feyekun, bëhu, ajo bëhet. Thirrja e zemrës. Kujdes. Është për çudi me njeriu ngre syt lart në qiell, shkel me tokë, me kam tokë, e prap dyshon që Allahu mund apo jo ta shëroj, mund apo jo t'ja lehtësoj sprovat, mund apo jo m'ja plotësu dëshirat. Zoti i Madhërisht thot,
la khalqu s-samawati wal ardi akbaru min khalqi nas. Krijimi i qiejve i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve. O ti që po shikon dhe dëgjon këtë fjalë, mendo pak pash Allahun. Allahu që i krijoi qiejt. Zoti që e krijoi tokën. A sa shti aft me të shëru ty, që vetë ty të ka kriju, problemin me ta largu, shqetësimin me ta e tjerë, nëse aji Allahu krijoi diçka kaq të madhe, si mundesh pash Zotin me dishu që s'mundet me ba diçka ma të vogël. Mos e përjashto mshirën e Zotit për diçka që për Zotin është vesh një fjalë, bahu dhe ajo bëhet. Zoti mundet me kthyt pa mundshme në të mundshme, sprovat në mësime, dhimbjet, vuajtjet në bekime. Sepse ajo është El Qadir, i plot fuqishmi, me një urdhër ndal stuhin, me një urdhër largon mërzin, me një urdhër shëron të sëmurin, me një frym i jep shërim zemrës sate, kështu që kalon dhe jeton në paqe dhe me paqe.